Horoskopi për datën 26 prill 2025. Ja çfarë parashikojnë yjet në këtë datë për secilën shenjë. Dashi, 26 prill 2025, universi të jep një fuqi të jashtëzakonshme. Marsi në shenjën tënde ndes motorët e energjisë, je gati për të pushtuar botën. Merru me projekte që të frymëzojnë, por kujdes nga vendimet e nxituara. Neptuni të thot, mendo 2 herë. Në dashuri, sinqeriteti është çelësi, shprehu me zemër. Në punë, bashkëpunimi sjell sukses. Dëgjo dhe udhëhiq me mençuri. Një shëtitje apo stërvitje të çliron mendjen. Financat, kujdes me planifikimin. Sot është një ditë e artë për të fokusuar në ëndrat afatgjata. Vepro me guxim, yjet janë në anën tënde. Demi, sot është dita për reflektim dhe rritje shpirtërore. Venusi ndriçon shenjën tënde. Bukuria dhe sharmi yt janë të parezistueshëm. Në dashuri, durimi është arma jote më e fortë. Në para, kontrollo mirë çdo shpenzim. Mendja e ftohtë sjell siguri. Në punë, ec me hapa të sigurt, jo me nxitim, dhe do të fitosh shumë. Dielli të fton të mësosh diçka të re. Ndoshta një hobi apo kurs i vogël. Kujdes shëndetin. Gjumi dhe ushqimi janë thelbësor. Urani të sjell surpriza. Mos i refuzo. Mund të ndryshojnë jetën. Sot është dita për të ndërtuar themele të forta për nesër. Binjakët. Sot gjithçka rrotullohet rreth komunikimit dhe njohjes. Mërkuri të jep fuqi mendore. Zgjidh çdo problem me shkathësi, jepu pas bisedave, lexo, mëso, ji në stilin tënd. Shokët dhe rrjetet social të japin frymëzim. Rri afër njerëzve pozitiv. Jupiteri sjell fat në karrierë. Provo gjëra të reja dhe zgjero horizontin. Por mos shpërhap energjinë, përqendrohu. Në dashuri, fol qartë dhe me zemër. Do të ndjesh afërsi më shumë. Saturni të fton të planifikosh financat me kujdes. Tani është koha për organizim. Ndërkohë, bëj pak ushtrime për trupin dhe mendjen. Do të ndihesh më i lehtë. Sot është një ditë e fuqishme për të ndërtuar ura të reja dhe për të shkëlqyer në çdo fushë. Gafore. Sot gafore, ndjenjat janë të thella për ju dhe lidhjet me të tjerët bëhen më të forta. Hëna në shenjën tënde të jep ndjeshmëri dhe intuit të pret. Dëgjo zemrën. Familja dhe shtëpia janë në qendër të vëmendjes. Jep dashuri dhe do marrësh dashuri. Në punë, instinkti yt është arma më e fortë. Do të udhëheq drejt zgjedhjeve të mençura. Financat kërkojnë kujdes. Mos shpenzo pa menduar. Romanca lulëzon. Shprehu me butësi dhe afeksion. Shëndeti, kujdesu për veten. Një praktikë relaksuese si yoga ose banja e ngrohtë do të bëjnë mrekulli. Një lajm i papritur mund të hapë një derë të re. Sot, ndjehu si në shtëpinë tënde kudo që të jesh. Energjia është me ty. Luani. Luan, dita e sotme është e ndritshme dhe plot energji pozitive. Dielli të jep një shkëlqim të veçantë. Je magnet për vëmendjen e të tjerëve. Shoqëria të jep energji. Organizo një dalje ose thjesht shijo momentet me miqt. Në punë, hap gojën, ka kohë që idetë tuaja presin të dëgjohen. Në dashuri, shpreh ndjenjat. Zemra jote më e fuqishme se çdo fjalë. Kujdes me shpenzimet. Mos harro nesër për një kënaqësi të sotme. Një hobi i ri mund të bëjë të ndjesh si fëmijë sërish. Provo. Je në kulmin e forcës, por gjej kohë dhe për pushim. Mundësitë vijnë papritur. Bëhu gati për aventurë. Sot është një ditë e shkëlqyer. Dil në skenë. Virgjëresha. Virgjëresh, sot detajet janë aleati yt më i mirë. Mërkuri të ndihmon të organizohesh dhe të zgjidhësh çdo gjë me saktësi kirurgjikale. Është momenti i duhur për të rregulluar gjërat që ke lënë pas dore, qoftë në punë apo në shtëpi. Në marrëdhënie dëgjo me kujdes. Vëmendja jote bën diferencën. Parat, shiko buxhetin me sy të kthjellët. Planifikimi të shpëton. Mëso diçka të re. Një kurs online apo një libër i dobishëm mund të hapë rrugë të reja. Shëndeti fillon nga mendja. Qetësia dhe rutina janë çelësi. Venusi sjell harmoni në familje. Shijo një darkë të qetë më të dashurit. Puno me kujdes dhe durim dhe do të shohësh frytet shumë shpejt. Peshorja. Peshore,
Sot gjithçka rrotullohet rreth ekuilibrit dhe harmonisë. Venusi të jep një magnetizëm të veçantë. Je më tërheqës se kurrë. Shfrytëzo ditën për të takuar njerëz, për të bërë kontakte të reja dhe për të ndarë ide. Në punë, bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Vlerëso mendimet e të tjerëve. Dashuria lulëzon. Tregohu i sinqert dhe do ndërtosh lidhje të thella. Buxhetin kontrolloj me qetësi. Çdo vendim financiar sot ndikon në të ardhmen. Një projekt artistik ose një ndryshim në shtëpi do të sjellë freski. Saturni të kujton që të mos harrosh detyrimet, por mos harro dhe veten. Një takim i papritur mund të sjellë ide të mëdha. Sot çdo hap i balancuar të çon drejt lumturisë. Akrepi. Akrep, sot dita të fton për një transformim të thellë. Plutoni të zgjon fuqinë brenda për të ndryshuar gjithçka që nuk të shërben më. Në punë, shfaq strategjinë tënde. Vendimet që merr sot hedhin themelët për sukses afatgjatë. Në dashuri, intensiteti yt magnetik ndes ndjenja. Fol me sinqeritet dhe do krijosh lidhje më të thella. Rishiko financat me vëmendje. Është koha për siguri jo rrezik. Krijimtaria shpërthen. Merr kohën për projekte që ushqejnë shpirtin tënd. Aktivitetet që bashkojnë forcën dhe qetësinë, si noti apo arte marciale janë perfekte për ty sot. Një e vërtetë e papritur mund të ndryshojë rrjedhën, mos i trem ndryshimet. Ti je një feniks sot, rilind fuqishëm dhe fluturo drejt qëllimeve të tua. Shigjitari, sot është një ditë për eksplorim dhe aventura. Jupiteri të hap dyert të reja, ndiq pasionin dhe dije se universi të mbështet. Udhëto, mos rreziko me mend, çdo përvojë të çon afër vetes. Në karrierë, fryma jote novatore të i sjell ide të freskëta. Fol me bindje dhe të tjerët do të ndjekin. Marrëdhëniet ngrohen me humor dhe ëndra të përbashkëta. Planifiko diçka të bukur me partnerin dhe miqt. Mos harro ekuilibrin financiar, shijo, por dhe kurse krijimtaria del përmes shkrimit, mësimdhënies apo udhëzimeve. Ndaje mençurinë tënde. Dil në natyrë, një shëtitje në mal do të freskojë shpirtin. Fjalët rrjedhin qartë, shfrytëzo këtë për të ndërtuar ura të reja. Sot universi të thot, mos u ndal, sepse je në rrugën drejt mrekullisë. Briciapi. Briciap, sot është ditë për të ndërtuar me themel dhe maturi. Saturni të udhëheq drejt objektivave konkrete. Vendos synime reale dhe puno pa ndalur. Në punë, struktura dhe përkushtimi të sjellin rezultate. Çdo detaj që kontrollon sot është fitore nesër. Marrëdhëniet kanë nevojë për kohë cilësore. Një bisedë e qetë forcon lidhjet. Financat kërkojnë fokus. Edhe kreativiteti yt ka një anë praktike. Rinovo hapësirat që të rrethojnë. Përshëndetin, krijo një rutinë që i përshtatet ritmit tënd. Disiplina do të mbajë të fortë. Surpriza mund të ndryshojë disa plane. Qëndro fleksibël, por mos devijo nga qëllimi. Beso në fuqinë e përkushtimit. Çdo përpjekje që bën sot është një hap pranë majës. Ujori. Ujor, sot je frymëzimi i risive dhe i ndryshimeve. Urani të jep ide gjeniale, mos ke frikë t'i ndash, sepse janë geniale, mos ke frikë t'i ndash, sepse janë çelësi për të ndryshuar botën. Në punë, vizioni yt largpamës ndriçon rrugët që të tjerët nuk i shohin. Fol, sugjero, udhhiq. Në marrëdhënie sinqeriteti dhe origjinaliteti krijojnë lidhje të thella. Je më i vërtetë se kurrë. Financat përmirësohen përmes zgjidhjeve moderne. Teknologjia është aleatja jote. Angazhohu në kauza që të frymëzojnë. Arti, shkenca apo ndihma për të tjerët, të cilët të mbushin me energji. Kujdes me balancën, mendje trup, meditim apo pushim i shkurtër do të ruajë të freskët. Peshqit. Peshk, sot je një burim i pafund i ndjeshmërisë dhe imagjinatës. Neptuni të jep thellësi emocionale. Kupto dhe ndje zemrën tënde. Dashuria lulëzon në çastet e butësisë. Një fjalë ngrohtë sot bën mrekulli. Në punë instinkti yt është udhërrëfyes. Zgjidh sfidat me kreativitet dhe besim. Projektet artistike shpërthejnë. Krijo pa frikë. Financat kërkojnë vëmendje. Një ndryshim i vogël sot do të sjellë përfitime të mëdha nesër. Përshëndetin, praktikimi i jogës apo terapi me tinguj të harmonizon. Momente shpirtërore të papritura mund të japin qartësi, mos i shpërfill mesazhet e brendshme.
Lër zemrën të udhëheq, ajo e di rrugën drejt ëndrave që mezi presin të realizohen. Ky ishte parashikimi për të gjitha shenjat për datën 26 prill. Ju urojmë suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.